Ky është momenti kur sekretari i shtetit amerikan, Marco Rubio, i afrohet Donald Trumpit, duke ndaluar mbledhjen dhe duke i dhënë lajmin e madh, pra marrëveshjen mes Hamasit dhe Izraelit. Një luftë që nuk e kuptoi kush, një luftë që zgjati kohë. Pra ky është momenti deciziv, momenti i paqes, kur Donald Trump e kërkoi që të ishte kjo paqe dhe më në fund paqja erdhi, fal Donald Trumpit. Gazetarët gëzon edhe populli, jo vetëm populli i Palestinës, por edhe Izraelit. Një luftë që ata nuk e donin, në fakt bëjnë fest dhe hapin shishet e shampanjës. Pra shumë njerëz flasin kundër Donald Trumpit, por ai ja arriti. Disa thonë që Donald Trump ka miqësi me Netanyahu dhe ndoshta ishte ky shkaku i kësaj paqeje që ndodhi në këtë moment, që u verifikua në këtë moment. Por pak rëndësi ka, në qoftë se janë miq apo jo. E rëndësishmja është kjo, që më në fund paqja erdhi fal Donald Trumpit. Në fakt, edhe Netanyahu sot i ka dhuruar një medalje, pra medaljen e paqes Donald Trumpit. Sidoqoftë, ndonë se një periudhë gjatë Donald Trump e kërkoi që kjo që të arrije një paqe, në fakt, ai falenderon edhe Turqinë, falenderon Katarin, njëkohësisht edhe Egjiptin, që morën pjesë në këtë marrëveshje. Dhe fëmijët gëzojnë, por nuk gëzojnë vetëm fëmijët, sepse gëzojnë edhe të rriturit, gëzojnë edhe familjarët. Familjarët e të dyja palëve, sepse kanë qenë miq dhe vazhdojnë që të jenë miq mes tyre. Pra qoftë nga ana e Izraelit, por edhe nga i Palestinës. Dhe më në fund ata do takojnë njëri tjetrin, një përqafim i madh të gjithëve për Donald Trumpin që bën populli i Palestinës dhe Izraelit. Familjet e Izraelit dhe Palestinës që nuk e donin këtë luftë, e megjithatë fëmijët që nuk e kuptojnë këtë luftë, e megjithatë erdhi paqja dhe paqja qoftë për të gjithë. Tani do të dëshiroja një komentin tuaj dhe ta shpërndani këtë video sa më shumë. Paqe miq, kudo qofshi.